هي جنة طاب وطاب نعيمها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. Fillimisht e falenderojmë, lavdërojmë dhe madhërojmë Allahun subhanahu wa taala, ai që është më meritori për të adhuruar. Kurse paqja dhe bekimet më të mira qofshin mbi pejgamberin ton më të dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër, siç e dini jemi në finalen e garës për fëmijë në ligjërim dhe recitim të Kuranit dhe nga dita paraprake u kualifikuan këtë finale vetëm 3 vetë nga gjithsej 9 garues. Pra sonte i kemi 3 garuesit më të shkathtë dhe më të shquar, Anit, Agan dhe Hamza Abazin. Edhe sonte do të recitojnë Kuran dhe do të ligjërojnë ligjërat të shkurtër, mirë po pak i kemi ndruar kriteret dhe i kemi vështirësuar pak më shumë pasi që është finale dhe e pam të arsyeshme pak më shumë t'i mundojmë. Në mënyrë që t'i lodhim pak finalistët, kemi vendosur rregull që ligjëratën e tyre ta mbajnë pa marrur ndonjë fletë me vete, ndërsa recitimin e Kuranit kemi bërë diverzione, ju kemi ofruar 2 alternativa, njërën do të vendos Hafëzi cilën faqe ta lexojnë dhe tjetrën nëse duan ta zgjedhin është recitimi i ndonjë sureje e përmendshme. Shkurtimisht do t'i lexoj kriteret e vlerësimit. Hyrja 1 pikë, garuesi do ta marrë nëse e bën hyrjen e dobët si në gjuhën shqipe po ashtu edhe në gjuhën arabe. 2 pikë do t'i meritojnë nëse e zhvillon hyrjen rrjedhshëm apo shkëlqyeshëm si në shqip ashtu edhe arabisht. Sa i përket përfundimit, kjo gjithsej i përmban 3 pikë. 1 pikë do ta fitojnë nëse e bën përfundimin e shkurtër, 2 pikë nëse e bën përfundimin vetëm në gjuhën shqipe dhe 3 pikë do t'i merr nëse e bën përfundimin në gjuhën arabe. Sa i përket përmbajtjes, siç e cekëm edhe më herët, do t'ja marrim 1 pikë garuesit nëse merr letër me vete, 2 pikë do t'ja dhurojmë nëse e lexon përmbajtjen, 3 pikë përmend ndonjë ajet, hadith dhe thënia apo tregim në gjuhën shqipe, 4 pikë nëse e zhvillon përmbajtjen rrjedhshëm në gjuhën shqipe por jo në gjuhën arabe dhe 5 pikë maksimale nëse e zhvillon përmbajtjen shkëlqyeshëm si në shqip ashtu edhe në arabisht. Te ligjërimi nuk kemi bërë ndonjë ndryshim të madh. Ishte rregulli si ditën paraprake, pra nëse ka intonacion, nëse ka gjendshmëri, nëse ka gestikulacion, oratori dhe rrjedhshmëri, do t'i fitoj 5 pikë të mundshme. Dhe rubrika e fundit, përgatitjen, këtu e kemi ndarë në 2 rubrika, citimet dhe burimet. Nëse garuesi gjatë ligjërimit përmend ndonjë citim, do të merr gjithsej 1 pikë, dhe nëse përmend 2 citime, do të merr 2 pikë. Ndërsa sa i përket burimeve, 1 burim 1 pikë, 2 burim 2 pika dhe 3 burime nëse i përmend, do t'i merr 3 pikë. Pa humbur kohë, do të fillojmë me garuesit tan, dhe të parin e kam nderin ta ftoj Anidin. Mirë po sonte do ta bëjmë një ndryshim të vogël, do të fillojmë me recitimin e Kuranit, pra garuesit do të recitojmë fillimisht Kuranin e më pas inshallah do t'i vlerësojmë edhe në ligjërim. E ftojmë pra Anit Abazin që të urdhëroj. Anit, ke vendosur do të recitosh përmendsh apo vendos Hafëzit që të lexosh ndonjë faqe? Unë vendosa të lexoj ndonjë faqe. Shumë. Sa i përket ligjëratës, je përgatitur? Po, inshallah. Alhamdulillah, shumë. Ke emocion apo? Pak. Shpreson për vendin e parë? Po. Inshallah. Si edhe merr një. Hafëz, ku do ta bëjmë Kur'an? Hafën Kur'anin në surën Dukhan. Surën Duhan do thotë. Anit, e lexon do thotë vetëm faqen e parë. Hamim apo. Nga dalë pa ngutur,
E lexojmë faqen e parë dhe Hafizi inshallah do të vlerësoj. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنكم مسلمين رحمة من ربكم إنهم هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهم إن كنتم موقنين لا إله إلا هو الحي ويعبد ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فأرتقب يوم تأتي السماء يدخان مبين. Afos, duke pas parasysh se leximi është, mendoj se është pak më e vështirë se sa të citosh një sure që e ke në mend, që e ke dëgjuar disa herë dhe ke përsëritur vazhdimisht, shpresoj ta kesh shumë kriterin pak, a? Si e vlerëson ti? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Spari, mashallah, Kuranidin, Allahu inshallah e bën hafiz Kuranit dhe ja mundson leximin e Kuranit ashtu siç duhet. Sa i përket vlerësimit tim, domethënë Kuranidit, unë e kam dhënë 2. Besoj që edhe ju e patë edhe vetëm, në thonë kështë e gabime të nëfushme. Kështu që, inshallah, Allah e leson në dersin edhe matutje. Allah e shpërblet, Allah e leson. Shumë mirë, Afos, faleminderit. 2 pikë do thotë, i merr Aniti. Anit, mund të ulesh, pastaj të ftojmë edhe për ligjëratën. Me radhë në dësë është gati, do të thirim edhe Arban. Arban, për cilën alternativë vendosë? Do të lexosh përmendsh apo Kur'an? Të lexoj. Lexosh ashtu? Po. Afos, ne më duket se marrëveshjen e bëm njëjtën faqe të gjithë ta lexojmë. Ishte ashtu apo jo? Ashtu. Në rregull. Pak të befasojmë. Ndoshta pendohet Arbanit se përsëritet njëjtën faqe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم Afos i thotë se mjafton, Afos, të befasoj diçka? Po, mashallah. Mashallah. Allahu e lehtësof, Allah të bëftë në vizë Kuranit dhe të arëzonin, inshallah. Aganin e kom nëtu me notën 5. Që që Allah i dhonë suksesën të ardhën. Amin. Shumë mirë, faleminderit Afos, sukses Ana. Kanë ka për emocionet, ha? Hamza, urno.
Mashallah. Hamza, kullu mirë dhe atonja. Ti, do të lexosh apo do të recitosh përmendjes? Përmendjes, ha? Shumë mirë, pa. Hoca babam me thënë qyshim e naziatit. Cilën sure do më recitu? والنازعات غرقا. والنازعات غرقا. Në rregull. Mund të fillosh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها رادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشية يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا قمنا عظاما ناهرة فإذا هم بالصاخرة هل أتاك حديث الموسى Mashallah, shumë mirë Hamza. Sure pak e vështirë ndoshta po ta mësoj. Çto mos? Mashallah për Hamzën, Allah e luj dhe ja shtoft diturin dhe boft hafiz Kur'anit. Hamzën e komentu me notën 5. Allah e nëzërtizë, Allah e luj, Allah e shkurbim. Mbaj. Hamza e ke notën 5, megjithatë rregullin cilin e kemi vendos ishte se nëse reciton diçka përmend do ta marrim 1 pikë. Kështu që premtimin e çojmë vend. Afozit i ka dhënë 5 pikë, megjithatë minus 1 pikë sipas jurisë 4 i ke. Shumë mirë do thot Agani 5 pikë, Anidi 2 pikë dhe Hamza 4 pikë. Pa humbur kohë, do të vazhdojmë edhe me ligjërimin. Me që Anidi nuk është gati për dalë, do të thrasim Aganin atër. Para se t'ja fillojmë me ligjëratën, çka na ke përgatitur? Tema e sotshme është xhehenemi. Xhehenemi. Po. Temë e vështirë. Ke nevojë për fletë ose jo? Jo, S'ke nevojë, a? Jo. Pikë maksimum, ashtu? inshallah. Shumë mirë. Ajo që na intereson është për temën xhenemi, ku je referu dhe çfarë materiali ke marrë. Mi përmend fillimisht burimet në internet, diku tjetër. I kam marrur nga interneti, nga Kurani shqip dhe nga disa libra për dukuritë e xhehenemit. Sa libra për shembull e mbane? 2. Do të më tregosh pastaj me titull, mos të pyes tash, ndoshta ke harruar. Ha? Do të thotë nga interneti, nga Kurani shqip edhe nga 2 libra tjera, ashtu? Po. Aha, shumë mirë. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botrave, Zotit të tokës dhe qiejt, kurse selamët dhe salavatet mbi vullën e pejgamberisë Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Pasi që organizatorët i kanë caktuar disa rregulla dhe e kanë kufizuar kohën, unë do përpiqem ta ndjek këtë rregull. Unë që në fillim kam vendosur 3 tema. E para ishte pendimi, e dyta ishte xheneti dhe sot që do të mundohem të flas është xhehenemi dhe dukuritë e saj.
Fitoj kush fitoj dhe humbi kush humbi në këtë muaj të mëshirës. Ai që fitoj, atë e pret xheneti, edhe ai që humbi, atë e pret zjarri i xhehenemit. Një ditë Gjibrili a.s. shkoi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: Ja Rasulallah, o Muhammed, kush e arin muajin e Ramazanit dhe del prej atij me mëkate që nuk i ka falur Allahu, mirë për atë. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha amin. Vëllezër të ndershëm, ne jemi në muajin e mëshirës, ku duhet të pendohemi, ku duhet të bëjmë vepra të mira, dhe në këtë muaj ne duhet të fokusohemi më shumë te Kurani dhe Suneti. Unë dua që t'ju tregoj juve një hadith an Ebi Hurajra radiallahu anhu an Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam: Inna yagharu ghayratullahu ay ya'ti bil mu'minun ma haram Allah. Transmeton Ebu Hurajra se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Allahu xhelozon kur robi i tij mëkaton. Subhanallah, Allahu xhelozon kur ne mëkatojmë. E xhehenemi, robërit, banorët e xhehenemit do të jenë shumë, do të bërtasin me britërima shumë të vështira, të cilat atë asnjëherë nuk do ta ndalin. Allahu thot në Kur'an: Wasiqa alladhina kafaru ila jahannama zumara. Ky ajet është në surën Zumer, në ajetin e 71, ku Allahu thot se banorët e xhehenemit do të sillen në xhehenem grupe. Dua që sadopak t'ju përshkruaj juve për dukurit e xhehenemit. Zjarri është vend mallkimi, zjarri është vend pikëllimi, zjarri është vend mashtrimi dhe zjarri është vend dënimi. Ata të cilët do të jenë banorët e xhehenemit, ata do të veshin disa petka të zjarrta. Ata do të hanë prej një pemës në të cilën çdo herë kur të ha do t'ju vlon në bark. Banorët e xhehenemit do të kenë një dritare lart ku ata mendojnë se ata mund të dalin prej xhehenemit nëpërmjet asaj vrimës. Ata me forcën e tyre shkojnë deri lart dhe më në fund Allahu ata i hudh në xhehenem me fytyrat e tyre. Dhe unë me këtë dua të përfundoj këtë ligjërat të shkurtër. O Allah, na fut në xhennet dhe na largon nga zjarmi i xhehenemit. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ju shpërbleft që keni nda kohë na dëgjoni neve. Asalamu alaykum. Mashallah, prezantim shumë i bukur, ligjërat e shkëlqyeshme, ndërsa ju xhamati nderuar do të na jepni 1 minutë maksimum për prunjë vendim. Po, vlla jon Zomiri do të na recitojë ndërkohë një ilahi. Urnozë. A nuk është vështirë, as është për të qarë, më nuk ka si fyrë, më nuk ka iftar. A nuk është mërzi, as është për të qarë, më nuk ka si fyrë, më nuk ka iftar. Kaloj Ramazani, do psohet imani, vlezër nga Islami, uri me bajrami. Vlezër nga Islami, uri me bajrami. A do jenë gjamit për plot me gjemat,
apo pas bajramit do të ngelin thot, a do mbushen prap gjamit me gjemat, apo pas bajramit do të ngelin thot. Kaloj Ramazani, do psohet imani, vlezër nga Islami, uri me bajrami, vlezër nga Islami, uri me bajrami. Allah shpëlif. Mashallah, shumë mirë, faleminderit vëlla. Ndërsa ne i kthehemi punës tonë pra asaj më të vështirës, vlerësimi. Profesor, do të fillojmë me juve? Do me thënë kështu, për hyrjen, Agani ka 5 pikë, edhe hyrje, do thënë hyrja dhe përfundimi gjithse 5 pikë, hyrje për hyrjen, të për përfundimi, i bërja ashtu si dhe shëmet. Se për këtë përmbajtjes, 5 shëmir, në qoftë se përmbajtja zhvillohet, shkëlqyje shëmetit në gjuhën shqipe dhe gjuhën arabe. Po Agani mundua të zhvillohet në gjuhën shqipe dhe arabe, kishte disa ngecje, nuk ishte i përkryer këtë aspekt. Është me skatë 5, këtu ka 4.5. Se për këtë ligjerimit, nga 4 cilësit të cilët ne i presim këtë ligjerimi, gestikulacioni, po, oratoria dhe rrjedhshmëria deri dikund, gjinshmëria, po, megjithatë nuk ishin gjitha të plotësuara, është mes 4 edhe 5 edhe këtu ka 4.5. Dhe në fund përgatitja, Agani ne citoj 3 burime, të cilët i thanë fëri, këtu i ka 3 pikë. Do të na tregoj për 3 burime të cilat i ka shfrytzuar, ndërsa se për këtë citimeve, më sa më kujtohet mua dhe se pata mundësi ta vërej, e pat vetëm hadithin që tregoj që transmeton e Buhariu, pa jo në cilin koneksion të hadithit, është Buharia, Suneni Abu Davudit dhe Muslimi për të tjetër, dhe asgjë tjetër, prandaj këtu e ka 1 pikë. Domethënë për përgatitjen i ka 4 pikë, gjithsej 18 pikë, nga 20 muaj. Profesor, gjithsej 18 ashtu? Shumë mirë. Vazhdojmë me vëlla Zumerin, urdhno. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Unë të hyrja përfundime kam vlerësu me notën 5, ose e pash se ishte shumë në rregull, edhe me hyrjen edhe përfundimi, përmbajtja gjithashtu 5, ligjërimi 4, përgatitja 4 këtu, edhe gjithse e kam vlerësu me 19 pikë. Kështu që mashallah, shpresoj që Allah ta bën prej ditave të Ballkanit. Amin. Edhe në fund, profesor Sefullau? 19 pikë. Sigurisht ju intereson opinioni im për vlerësimin e Aganit. Pajtohem plotësisht me mendimin e tjerëve se hyrja dhe përfundimi sa e vëreva ishte shkëlqyeshëm dhe do thot i plotësonte të gjitha kriteret. Do më thonë hyrjen e zhvilloi rrjedhshëm si në gjuhën shqipe, po ashtu edhe në gjuhën arabe, pas një pengesë, po ashtu edhe përfundimin, prandaj kam dhënë 5 pikë të hyrja dhe përfundimi, ndërsa te përmbajtja pati disa pengesa. Bukur e inkuadroi publikun, ajo më pëlqej mu me ato shprehjet, me ato thirrort, për shembull i nderuar xhamat e kështu me radh. Kjo më pëlqeu shumë. Ndër tjera është e përmbajtja përmendi një hadith në gjuhën shqipe, një hadith në gjuhën arabe dhe shqipe, këtu e përmendi një citim që profesori e zuri si të pa plot, megjithatë unë do ta quaj të plot, një ajet në gjuhën arabe dhe në gjuhën shqipe, pastaj këtu do thotë i llogariten 2 citime, që të përgatitja do të jepja pikët maksimale për citimet, mirë po tash jemi të përmbajtja dhe për shkak të ndalesave të vogla që pati dhe me sa dëgjova kishte pak një ndihmë të vogël nga ana e publikut, nuk e pash ndonjë gjinjshmëri këtu, prandaj të përmbajtja do t'jap Agan 4 pikë. Te ligjërimi rubrika e 3, intonacioni, vëreva disa cilësi këtu të intonacioni, gjinjshmëria mund thuhet në një farë mënyre, gestikulacioni edhe këtu nga këndi prapa nuk vëreva
ndonjë nxjerrje pat këtij lloji, oratoria dhe rrjedhshmëria nuk do ta vlerësoja shumë. Kështu që nga gjithë këto katër, jo të plota do t'i llogaris si dy alternativa të plota, prandaj do t'i jap 3 pikë. Do thot për ligjërimi ke 3 pikë. Dhe të përgatitja për citimet i ka 2 pikë, ndërsa për burimet ashtu sikur e pyeta edhe në fillim profesor, do thot i kishte 4 burime. Më tha se ka marrë diçka për internetit, është referuar në Kuranin me përkthim gjuhën shqipe, edhe 2 libra tjerë me sa duket, kështu që këto do t'ja llogarisë si 2 burime të ndryshme. Prandaj ka 4 burime, megjithatë ne i kemi maksimum të alternativat 3 burime, pra do t'ja jap 3 pikë këtu edhe 2 të citimet pra për përgatitjen 5 pikë maksimale. Dhe gjithsej i ke 17 pikë nga unë kanë. Shpresoj s'ti përmendëm shumë ato anët e dobta, megjithatë shpresoj të përmirësohesh në të ardhmen. Më pas, nëse Anidi është gati, do ta kishim thirrur që të shohim çka do të na prezantojë. Anit, Asalamu alaikum. e vëm vete? Po, Shumë mirë. Çka ke përgatitur për ne sot? kam përgatit për kalimin e Ramazanit. Kalimin e Ramazanit. Temë pak e piklueshme. Po. Si e pyetëm edhe Agonin edhe ty, ku je referu, sa burime ke shfrytzuar për ta përgatitur këtë material? Për internetit dhe Kuranit shqip. Vetëm 2 burime ashtu? Po, Shumë mirë. Ke emocione? pak. Pak, mund t'ja fillosh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Vëllezër të ndershëm, fillimisht falenderojmë Allahun që na begatuar dhe na ka furnizuar me të mirat e tij. Falënderim, selam dhe salavatet qofshin mbi vulën e pejgamberisë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të sinqert dhe shokët e tij besnik. Të nderuar vëllezër, sonte do vazhdojmë me ditën e fundit të Ramazanit, duke ju lutur Allahu subhanahu wa taala që të na pranon ibadetet dhe që të na pranon ibadetet dhe të na bën këtë gjë të vazhdueshmëri deri në takimin me të. Lusim Allahun xhalla wala që këtë sukses, që këtë provim që e kemi në Ramazan ta kryejmë me sukses dhe këtij suksesi ti gëzojmë ditën kur do të takohemi Allahun subhanahu wa taala. Vëllezër të ndershëm, ne do ta fillojmë me një ajet kuranor ku Allahu thot në suratul Baqara ajeti 185. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم اليسر. Këtu Allahu thot, Allahu do t'ja lehtëson juve punët dhe nuk do t'ja vështirëson. Pra, vëlla dhe motër e nderuar, a e kuptove tani praktikisht agjerimin? Kemi agjëruar në këtë vap të madhe, kemi agjëruar në këto ditë të nxehta, kemi agjëruar në muajin më të nxehtë. Vallë nuk do të marrim shpërblim tek Allahu subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala do të shpërblejë ty për çdo gjë, për çdo të mirë që do e bësh dhe për çdo e keqe. O vëlla dhe motër e nderuar, mos u bën vezvese e shejtanit sepse ai të thot, shumë e vështirë Ramazani, mos agjëro. Por dije se Allahu dëshmoi në Kur'an. Ajetin që e ceka më parës, Allahu don që t'ja lehtëson juve punët dhe jo t'ja vështirëson. Dhe lusim Allahun subhanahu wa taala që të gjithëve të na bën prej agjëruesve. Lusim Allahun subhanahu wa taala që të na bën prej të devotshmive. Lusim Allahun subhanahu wa taala që të na bën prej pasuesve të sunetit. Lusim Allahun subhanahu wa taala që të na bën që ne kujdesemi për dinën e Allahut. Lusim Allahun subhanahu wa taala që të na bën që ne të luftojmë për hir të Allahut.
Kulu qawli hadha wastaghfirullahi wa lakum wa ashhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Mashallah, ishte një prezantim i mrekullueshëm nga Anidi. Pa humbur kohë, do të fillojmë edhe me vlerësimin e tij. Ja japim fjalën profesor Mustafas ta shohim mendimin e tij. Se përket përmbajtjes, vetëm për shpjegimin të cilën lesohemi, përmbajtja përmbajtjes vetëm një ajet në gjuhën arabe, nuk ishte edhe aq i vjetshëm, dhe një kem 4 pikë. Se përket ligjërimit, nga gjithë cilësitë që ne kërkojmë prej fëmijëve tanë, nëse mblidhen gjithë nga pak, do të ikë 4 pikë. Se përket përgatitjes, Anidi i kishte sigurime, vetëm 2 burime, prandaj këtu ka 2 pikë. E përmendi vetëm një citim, ishte suratul Bekara ajeti 185 në bofsha. Domethënë këtu i ka gjithsesi 3 pikë. Për përgatitjen. Në tërësi këto bëjnë vetëm të mbledhin 16 pikë. Allah Zumer, urdhë. Të hyrja përfundimi 5 pikë, përmbajtja 5 pikë, ligjërimi 5 pikë, përgatitja 4 pikë, pasi që kishte më pak burime. Po, gjithsej? 19 pikë. 19. Shumë mirë. Sefullah? 6. Të hyrja dhe përfundimi, do thot ishte i shkëlqyshëm Anidi, e tha hyrjen dhe përfundimin pas një gabim, do thot hyrja dhe përfundimi i Anidit, ligjëratës Anidit i kishte thënë kështu në gjuhën e popullit të gjitha nishanet, do thot gjitha karakteristikat. Prandaj premuj ke 5 pikë, te përmbajtja, këtu pak është dashur më shumë punësh Anit, se problemi është se përmbajtja është ajo çështja kryesore që duhet ta përcjellësh te publiku. Edhe nuk ishte aq e plot, do thot përmbajtja, siç tha edhe profesor Mustafa, ke përmendur vetëm një ajet në gjuhën arabe dhe një citim me ke këtu. Rregulli është për 4 pikë ta zhvillosh përmbajtjen rreshëm gjuhën shqipe, por jo në gjuhën arabe, dhe për 5 pikë ta zhvillosh përmbajtjen shkëlqyshëm në të dy gjuhët. Megjithatë, do vendosem unë për 4 pikë. Do thotë të përmbajtja i ketë gjithsej 4 pikë. Sa i përket ligjërimit, kjo është fusha që më shumë të sonte më ka pëlqy te paraqitja e Anidit, do thotë i kishte gjitha karakteristikat. Intonacioni do thotë ishte në nivel, kështu të them, gjendshmëria po ashtu, do thotë nuk ishte ngecë, nuk ishte pengesa gjatë ligjërimit ose ndonjë ndalesë, gestikulacioni, kjo më shumë ti më ka pëlqyer. Por shembull të intonacioni, diçka karakteristike që kam shënuar këtu ishte dije se Allahu dëshmon në Kur'an. E këtu bërë një lloj gestikulacioni me duar dhe më pëlqeu shumë ajo, edhe fundit oratoria dhe rrjedhshmëria do ta vlerësoja në një farmonire dhe për ligjërimin i ke premu 5 pikë, ndërsa te përgatitja në fillim kur të pyeta më the i ke vetëm 2 burime, internetin dhe Kur'anin gjuhën shqipe nëse s'gaboj. Ashtu, edhe nga ana tjetër të citimet i ke vetëm një citim, do thot 1 pikë të citimet edhe 2 pikë të burimet, do thot për përgatitjen gjithsej i ke 3 pikë. Në tërësi këto bëjnë 17 pikë. Do thot premu i ke 17 pikë për këtë ligjërat. Shumë mirë. Nëse është gati Hamza, do ta kishim thirrur. Hamza, si ndjesh? Mirë. Ke emocion apo jo? Po. Largohet pra, s'nevojitën emocion. Por emocionet s'kan dhe një kriter. S'ki pikë. Që s'nevojit. I leamësh. Në thuaj çka ke përgatit? Çfarë keni? Tema ime për sot është fytyra Allahut. Fytyra Allahut. Tem e shkëlqyer. Më intereson për ku i ke marrë materialin? E ke marrë gati kështu copy-paste si thon në gjuhën angleze apo jo? Ja, e ku marrë për një vllave xhamitë të pi hoxhës pak. Aha, do thotë të ka ndihmuar në përpilimin e temës dikush edhe hoxha, ashtu? Po. Shumë mirë. Këtu do t'i llogaritim 2 burime. Do t'ja fillosh tash apo më vonë? Po, tash. Tash, ha? إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Vetëm Allahu dhe falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Salavatet dhe selamet e dashurit ton Muhamedit ja dërgojmë. Vëllezër të dashur, nuk kam dalë këtu para jush sepse jam më i dituri, se un para me po shoh vëllezër më të ditur se un, hoxhallar dhe edukatar që na kanë mësu dinin. Për këtë mua më bëri të dal hadithi pejgamberit alayhi salam ku tregon an Abdullah ibn Amri أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلغوا أن لي ولو آية. Që do të thot, transmetohet nga Abdullah ibn Amri se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, transmetoni nga unë qoftë dhe një hadith. Unë për ju kam përgatitur sot në temë e cila personalisht më ka emocionuar. Tema është fytyra Allahu në xhenet. Këtë ligjërat do ta filloj me një ajet ku Allahu thot në Kur'an në surën Kiyama në ajetin 22. ووجوه يومئذ نادرة إلى ربها ناظرة. Atë ditë do të shikojmë Allahun me fytyra të shkëlqyera. E pyetën pejgamberin e Allahut, ja Rasulullah, a do të shohim Allahun në xhennet? Pejgamberi tha, po, sikur që e shohim hënën në dynja. Transmeton Buhariul Muslim. Tregohet një hadith ku tregohet skena kur do të shohim Allahun, do me thamë blidhen banorët e xhennetit dhe Allahu ju thot robërve, o robrit e mi, kërkoni prej meje që unë do t'ju jap. Robërit thanë, ja Allah, çka të kërkojmë kur ti na ndryqove fytyrat tona dhe na dhurove xhennetin? Çka të kërkojmë më shumë? Allahu prap i pyeti banorët e xhennetit. Ato thanë, ja Rab, dëshirojmë vetëm ta shikojmë fytyrën tënde. Allahu u aplotson dhe e largon perden nga fytyra dhe të gjithë banorët të përulën në sejdë. A e dini vëllezër se sikur se mos kishe ekzistuar vdekja në xhennet, të gjithë do të vdisnin nga drita e madhe e Allahut. Në xhennet ka disa që do ta shohin Allahun vazhdimisht dhe disa që do ta shohin vetëm ditën e xhuma. Allahu na bëf prej tyre që do ta shohin vazhdimisht. Të nderuar vëllezër, besoj se mjafton me kaq sepse kënaqësia e xhennetit nuk përshkruhet me fjalë. Në xhennet ka gjëra që nuk i kemi parë me sy, që si kemi dëgjuar me vesh, as që kemi menduar me mendjet tona. Allahu na mundsof që të bëhemi banor të xhennetit. O Allah, muslimanët kudo që janë ndihmoj, të varfrit pasuroj, të pastrehurit strehoj. Ata që luftojnë në rrugë të Allahut me fitore sa më shpejt t'i gëzoj. O subhaneke Allahumma wa bihamdi, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruke wa atubu ilaik. Vëllezër nderuar, ishte një ligjërat e përkryer nga vllai jon voglushi Hamza, me sa duket ishte 9 vjeçar. Hamza ka shprehur dëshirën ashtë për këtore se du se dhe Kurani ka ndonjë adhurat vogël se duke. Në ndërkohë, derisa të bëjmë vlerësimin e vlla Hamzës, do t'ja japim fjalën apo si. Na këndoj një ilahi vlla jon i dashur, Ertan Shakiri. Urnodh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Faleminderit për respektin. Allahu mu ndihmoft tive voglushve. Une jam me voglushin më të mirë. Une jam me hafëzin e arshëm më të mirë, Hamzën. Unë nga Hamza jam. Dikush i sëmur, dikush është jetim,
ti kush i burgosur dhe kërkon liri. Kjo botë është e rreshme, kur sprovat nuk ndalen, ata që durojnë, mëkatët ju falen. Mos e hupni shpresën dhe mos u dorëzoni, gjithçka që ju duhet nga Zoti kërkoni, se vërtet Allahu lutja ti pranon, kë e do Allahu edhe e sprovon. Mos e hupni shpresën dhe mos u dorëzoni, gjithçka që ju duhet nga Zoti kërkoni, se vërtet Allahu lutja ti pranon, kë e do Allahu edhe e sprovon. Rruga e Kuranit, rruga e sunnetit, rruga e të vërtetës, rruga drejt xhenetit. Kjo botë është e rreshme, kur sprovat nuk ndalen, ata që durojnë, mëkatët ju falen. Mos e hupni shpresën dhe mos u dorëzoni, gjithçka që ju duhet nga Zoti kërkoni, se vërtet Allahu lutja ti pranon, kë e do Allahu edhe e sprovon. Mos e hupni shpresën dhe mos u dorëzoni, gjithçka që ju duhet nga Zoti kërkoni, se vërtet Allahu lutja i pranon, kë e do Allahu edhe e sprovon. Mashallah, ilahi shumë e bukur, e falemderojmë vëlla Ertanin që çdo herë është me neve kur duhet të na freskoj, të them kështu me ndonjë ilahi mesazh përcjellse. Faleminderit Ertan. Kemi ngelur te vlerësimi i Hamzës, edhe mendoj se është deri tash është vlerësimi më delikat, them, prej 3 garuzëve finalistëve, pasi në një farë mënyrë na i ka thirrë edhe kriteret. Profesor Mustafa, je gati? Urdhëro. Shtemi për Hamzën e vogël, i cili gjithmonë vjen me përfaqësi të vallë. Lumaj për veten e tij, lumë shikimin e mesin tonë këtu. Krenohet jo vetëm një Shkupi, krenohet shqiptarët e Maqedonisë, Shqipërisë, Kosovës, përvile edhe të Shqipë. E keni parë me siguri videon e cilat përqarkullon në rrjetet sociale të Hamzës. Unë për vetë e rëshat nuk e kom pas ma lejtë dhe një, së mos për Hamza. Hamza, 5 pikë pastra për hyrjen për përfundim. Klumë. Si kur të kishe një zë tjetër do kujtojnë se do një hoqë për ligjeron, jo ti. Hamza, 5 pikë pastra për përmbajtje. Të lumt. Hamza, për ligjerime gjithashtu 5 pikë ike. Plota. Hamza, si kur kishe dhe një citim, do të kishe dhe përgatitën 5 pikë. Do të kishe 2 bukurime, dhe citim i kishe 2, si kur kishe 1 bukurim më shumë, do të kishe 5 pikë, por këtu do të jap 4 pikë. Megjithatë,
ne kemi marrë konsensus ka pas në komision që në qoftë se kandidati ka edhe letër me vete, do të hekim edhe një pikë. Kështu që për 90 pikëve, do të hekim edhe një pikë për shkak letës, i ketë 18 pikë të plota. Të lumtur. Unë veç mund me thonë mashallah edhe shpresojmë se ky publish ka shumë potencial dhe premtojmë shumë. Ka ky që bëhet një dietar i Ballkanit. Inshallah. Pyetjen për fundimin e komentuar me notën 5, përmbajtjen e komentuar gjithashtu me notën 5, edhe pse kishte disa tolerime, ligjërimi 5 dhe përgatitja 4, gjithsej 90 pikë edhe Hamza. Allahu e ruaj. Notimi është i njëjtë, domethënë sikur i profesor Mustafës, gjitha i ka 5, te përgatitja për shkak një burimi ashtu ka qenë rregulla, edhe në fund domethënë për shkak që është shërbim me letër, për ndryshe domethënë të kish pas 3 burime, edhe mos i shërbime me letër do të kishte 20 pikë të pastra për ne. Por për shkak që e kemi venduar atë rregullën edhe jam detyruar domethënë të për fat keq qenë 3 burime, edhe mos i shërbim me letër 20 pikë, për shkak kësaj rregulle që e venduam. Po. Atëherë 19 pikë, po pas e shërbim me letër minus i hetur një pikë, 18 pikë, domethënë plotësisht njësi profesor Mustafa. Mashallah, shumë mirë. Hamza, sa pikë do të t'japun? Ha? Hamza, hyrjen dhe përfundimin e ke bë kështu shkëlqyeshëm, pas një gabim, do thot ishte hyrja dhe përfundimi, i kishte gjitha karakteristikat, kështu të them, do të lus tash të ma lexosh pas hyrjes asaj arabisht dhe shqip, ta lexosh atë pjesën kur e fillon përmbajtjen, vetëm dua ta di, lexoj. A e ke fletën aty? Masjo. Ull. Ja, do thot të hyrja dhe përfundimi e kam vlerësuar me 5 pikë edhe diçka që më ka befasuar shumë, edhe pse është me fletë, do thot, këtu ka dhënë një shprehje shumë mirë, do thot Hamza, vëllezër dashur, nuk kam dalë këtu para jush sepse jam më i ditur se ju, thot, por shofun para jush më ditur se ju hoxhallare, edukatorë kështu më radh, por këtu më ka bërë që dal hadithi pejgamberit alayhis salam ku tregohet nga dikush, nga një transmetues, transmetohet se ka thënë nga unë transmetonin nga unë qoftë edhe një hadith. Kjo e kam vlerësuar shumë këtë shprehje dhe më ka bërë që ta vlerësoj shumë edhe për mbajtjen e këtij. Do thotë është lidhur shumë bukur prej një hyrje në përmbajtje. Mirë po, i vetmi problem ishte, edhe pse jenë mosh nëse zgaboj 9 vjeçara, apo? I vetmi problem ishte se e ke pasur vletën me vete. Pra, e di se është finale dhe i kemi vështirësuar pak kriteret, me qëllim që ta ngjeni pak lodhin. Më kupton? Unë do të vlerësoja përmbajtjen tënde me 5 pikë, mirë po, 1 pikë që do ta heqi për shkak se ke pas flet me vete, sa do kudo je feru her pas here me flet, dhe kështu për përmbajtjen do i ke 4 pikë. Sa i përket ligjerimit, intonacion të ti Hamza vëreva mjaft, për shembull një prej shprehjeve që kam shkruar këtu, a i dini vëllezër se për shembull Allahu thot kështu diçka përmende. Kjo shumë pëlqeu, do thotë ndrove me njëherë intonacionin. Pastaj ajo shprehja të nderuar vëllezër. Edhe këtu vëreva një intonacion mirë, kështu që për intonacionin do të vlerësoj mirë, gjendshmëri pate, gestikulacion ishte pak i vogël, ndoshta s'dukeshin ato durët, duhet më shumë të ngresh. Kupton? Ndërsa për oratorinë dhe rrjedhshmërinë, për shkak të fletës, do ta vlerësoj më pak këtë oratorinë dhe rrjedhshmërinë dhe kështu do t'i jap gjithsej 4 pikë për ligjërimin. Te përgatitja, te citimet, ke citu do thot
dy citime i ke, një hadith në gjuhën arabe, edhe një ajet e the në gjuhën arabe, edhe të dyja i citove këto. Pastaj një hadith më duket se në gjuhën shqipe më pas. Ndërsa te burimet më the se i ke gjithsej 2 burime dhe kështu bëjnë te përgatitja bëjnë gjithsej 4 pikë. Gjithsej prej mu i ke Hamza 17 pikë. Këshilla e vetme që do ta jepja se nuk je i vetmi që s'ke mangësi. Në të ardhmen inshallah të mundohesh pa fletat dash. A kupton? Edhe ajo që më pëlqen më shumë që është se pa marrë parasysh nëse i kanë ndihmuar dikush i rritur ose i vogël, duhet ta vlerësojmë një çështje shumë të rëndësishme te ky djalit e Hamza, se edhe pse dikush tjetër ndoshta ja ka shku, tani se di unë, i kanë ndihmuar në shkrim ose në diçka tjetër, Hamza do thotë paraqiti ligjëratën e tij sikurse e ka shkruar vet, vëllezër nderuar. Kjo e bën atë se nuk e ka thënë sikur është përmendsh, për shembull, nuk e tha sikur ishte tregim. Vetë intonacioni, gjinjshmëria dhe gestikulacioni që vërejtëm te paraqitja e këtij tregojnë se ky e ka përgatitur vet ligjëratën, edhe pse të kanë ndihmuar të tjerët. Pra prej mu i ke gjithsej 17 pikë. Për një 5 minuta do të thoja, do të konsultohemi me grupin e juristëve për të vendosur se kush ka më shumë pikë edhe kush në cilin vend do të pozicionohet, parin, dytin, tretin. Këtë të bim do të thrasim vllajin ton që është shumë afër meje, këtu në krahun e gjatë, vlla Hasbi Ahmetin, i cili këtë Ramazan, vëllezër nderuar, nuk du ta shpalosi, por ka arritur realisht ta plotëson qëllimin e tij dhe dëshirën e tij, ka kry 10 hatme. E thrasim dhe këtu. Të na shpreh ndjenjat për këtë gjë. Selamun alaikum. Mua se më ka mend tjetër veç se me morë dresin e Del Pieros me numrin 10 edhe me hes. Këtë botë e morën vesh. Njëherë bona diçka e morën vesh këtë bota, po edhe dje dhe sot me thonë drejtë një dhe shmu po ketëve na përlotën këto voglushat, Allah i rujt. Edhe njëherë njetë kajta kitë më panë të kajtë. Do me thonë so pun diçka me vonë sekret. Si do qoftë i uroj voglushat që në kanë knash zemrën e kanë knash shpirtin. Unë e pramë duke i këshilu këta voglushat, ju thash, dikush ka më upi këto. Ama ju të trejni fitues, për arsye se humbja në rrugën e drejt është fitore, ndërsa fitoria në rrugën e shtremt është humbje. Kjo është një fjalë që më kujtu ashtu, parafërsisht. Allah i rrit. Unë do t'ju bëj shumë humor, edhe pse vetë prezenca ema është humor edhe buzëqeshje edhe knatësi, me thonë. Po në këtë kohë e kam shumë kollaj me ushtim e kesh. Do të argumentoj me islam, për arsye se e kini imanin full, edhe jeni shumë të knaqët, edhe jeni të mërzit, edhe jeni të gëzum, edhe jeni në gjenë që qka dush me ba. Ashtë që shtu momenti, vëlla. Për arsye mos më vaprish këtë lezet imani, une buzëqeshën dhe t'jamoj mesatare. Edhe do t'ju përshëndes me një poezi të shkurt, poezi që e kom shkujt vjet, e kom postu edhe si vjet, e qenë e rasti edhe me lexue. Për arsye se poezit e bukura, që nuk janë aq poetike mirë po sinqerta, vrasin kurdo që t'i lexosh. Zemrat po na qajnë, nëse nuk sheh lotë, sikur Ramazani shpejt kalon kjo botë, ndarja vëllezërore, mbetet e vështirë. Gojën se len shpirti, të thot lam të mirë. Ishim një familje, brëmje e mëngjes, në shtëpinë e Zotit. U lutëm me shpres, pasha të më shirshmin, ne u knaqëm tepër. Zoti madhërishëm, pranona çdo vepër. Si ishim së bashku në këtë dunja, na bashkon xhenet. Lutem, ja Allah. Faleminderit e selamu alaikum, Allah ju rrit. Vëllezër nderuar, e falenderojmë vëlla Hasbiun, ndërsa është nderi që dikujt prej komisionit që japim fjalën që vaj thot disa fjalë më pas të shpallim rezultatet definitivisht. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. E falenderojmë Allahun xhaleshanhu për mirësitë e tij të shumta të pafundta. Falenderojmë Allahun subhanahu wa taala që na mundsoi të arrijmë fundin e Ramazanit. Falenderojmë Allahun xhaleshanhu që këtë xhami e ka mbush me rini dhe ka mbush me fëmijë të tillë të mrekullueshëm.
Më pas, falenderoj gjithë ata të cilët ishin iniciator për këtë vepër madhështore, për këtë garë, e cila do të jetë një eksperiencë mjaft e madhe në jetën e këtyre djelmoshave, por edhe shumë të tjerëve, të cilët tani na ndjekin ose do të na ndjekin më të tjerë përmes rrjeteve sociale, përmes internetit e më radh. Thot Allahu subhanahu wa taala: Inna aradna amanata ala samawati wal ard. Ne ja dham këtë amanet, këtë Kur'an, këtë fe, qiejve dhe tokës. Megjithatë ata ishin të vetëdijshëm për rëndësinë, për peshën e këtij amaneti, prandaj refuzuan, nuk e morën mbi vete këtë amanet. Wa hamala al-insan, po njeriu e mori këtë mbi vete, e pranoi këtë amanet. Innehu kana zaluman jahula. Vërtet, ai ishte zullumqar, ai ishte ignorant, jahil. Ishte zullumqar për faktin se nuk do të mund që t'i plotësoj gjithë kushtet, gjithë kërkesat që i kërkon kjo feja në përgjithësi. Ishte ignorant sepse nuk e dinte vlerën e këtij amaneti. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, secili prej jush është bari dhe është përgjegjës për ata të cilët i kanë dhënë përgjegjësinë e tij. Gjithashtu thot Allahu xhaleshanu në Kur'an: "Thumma latus'alunna yawma idhin 'anin na'im." Ata të cilët kanë pas mundësinë të bëjnë magjistratura, doktoratura, e dinë që është një lëndë të cila quhet metodika e hulumtimit shkencor, ku këta shkencëtar të ardhshëm mësojnë mënyrën, metodën si të bëjnë hulumtime shkencore. Pasha Allahun, unë ka pas mundësinë të shoh shumicën e këtyre, në mos jo shumicën, por të gjithë këta djelmosha, që edhe pse në këtë moshë, edhe pse askush nuk u ka treguar si të bëhet hulumtimi, këto e kanë bërë atë të cilët e bëjnë shkencëtar të rangut botror, sigurisht duke përshtatur nivelit të tyre. Askush duke mos treguar se si të bëhet ky hulumtim. Këtë e përmenda edhe dje, do ta përmendja edhe sot. Kam pa fëmijë të tillë që kanë hapur përkthimin e Kuranit, Sahihul Buhariun, shumë libra, shumë video në YouTube, shumë ligjërata. Kjo tregon që ne këtu kemi fëmijë mjaft të talentuar, inteligjent, fëmijë të cilët kanë aftësi dhe gjinshmëri vërtet të hatashme. Këta fëmijë, xhamati nderuar, janë amanet i Allahut që Allahu na i ka dhënë neve. Dhe për këtë amanet ju duhet të përgjigjeni ditën e gjykimit. Këta fëmijë janë të tillë që secili është bari, është përgjegjës për këta fëmijë. Babai për djalin, gjyshi për nipin, agja, daja për nipin, fqiu për fshiun, për fëmijën e fqiut. Keni frikë Allahun xhaleshanu. Këto cilësi, këto aftësi, këtë inteligjencë, këtë gjinshmëri ta shfrytëzojmë, ta kanalizojmë. Turim mbrapa këtyre djelmoshave, sepse do të pyetemi ditën e gjykimit përse nuk kemi marrë maksimumin për këtyre djelmoshave, ndërsa edhe vetë e pat. Me përgatitje në kohë shumë të shkurtë, me gjinshmëri të hatashme, se si na emocionon. Qofse nuk e bëjmë këtë, Allahu xhaleshanu për këtë mirësi, ashtu si tha thumma latus'aluna yawma idhin 'anin na'im, do të përgjigjemi për këto mirësi, për këtë intelekt të këtyre fëmijëve ditën e gjykimit, nëse nuk u japin hakun, nëse nuk i përkrahim, nëse nuk e kanalizojmë mundësitë, inteligjencën dhe aftësitë e tyre për hajër. Unë shkurtimisht do të kthehem edhe tek fëmijët të cilët nuk arritën deri në finale. Për mua ata janë fituesit e vërtet, ata janë fituesit moral. Thot Allahu xhaleshanu në Kur'an: Alladhi khalaqa al-mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Është ai i cili krijoi jetën dhe vdekjen për të parë se cili prej jush është më vepërmir. Apo thot: "Wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat." Secili umet e ka piksinimin e tij, ju garoni për punë të mira. Pashallahu ni kam pasur të gjithë këta fëmijë të vegjël, se si garojnë cili do të jetë prezantuesi më i mirë. Cili do të mësoj ajetin më mirë arabisht, do të ta thotë shqip më mirë. Cili do të mësoj më shumë hadithe, cili do të mundohet të shfrytëzoj më tepër literaturë. Ishin këta që garonit për hajër, këta fëmijë, dhe këtë më së miri e pam në lotët e tyre, në dëshpërimin e tyre, po këto janë fituesit për më moral, për arsye se njeriu kur zohet edhe çohet në këmbë është shumë më fort se sa herën e parë. Këtë më së miri do ta vërtetojnë inshallah taala Ramazanin që vjen. Në fund, Rabbena jalna muslimin lek wa min dhurriyatina ummatan muslimatan lek. O Zot,
na bëjnë musliman të nështrojnë ndaj Teje dhe pasardhësit tanë, fëmijët tanë, bijtë tanë të nështruar ndaj Teje. Rabbena hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin. O Allah, bëri familjet tona, fëmijët tanë, pasardhësit tanë, bijtë tanë, kënaqësi për syrin tonë. Waj'alna lil muttaqina imama. O Allah, na bën udhëheqës të devotshmive. O Allah, të lutemi që këta djelmosha dhe shokët e tyre t'i bëjsh të tillë që do t'i shërbejnë këtij populli, këtij umetin, të jenë inxhinierët, të jenë arkitektët, të jenë mjekët e arshëm këtij umetit. E posaçërisht të jenë hoxhallar, të cilët do t'i friksohen vetëm Allahut subhanehu wa taala dhe të thojnë atë që kërkon Allahu, nuk do t'i fregohen askujt, nuk do ta ndryshojnë dinin e Allahut subhanehu wa taala dhe nuk do ta shesin këtë dinë. Po do ta thojnë ashtu sikur se Allahu e kërkon prej tyre, ashtu sikur se Allahu na mëson në Kur'an. O Allah, të lutemi që këta djelmosha të bëhen shkak që të bëhen udhëheqës të këtij umeti, të cilët do ta kthejnë krenarin ton, ashtu siç ka hije populli do umetit ton, dhe ashtu siç ka qenë ndërshekuj. Allahumma amin. Wa la akhiril dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum. Vëllezër nderuar, e falenderojmë profesor Mustafën për këtë fjalim të bukur, ndërsa tani është momenti i emocioneve. Ndoshta jo për ne, po për këto tre garuesit. Shpejt e shpejt do t'i them, venin e tretë e ka Hamza ditin agonit parin anidi mirë, po sipas renditjes. Kjo është sipas renditjes që e kemi bën. Sipas renditjes që e kemi bën, ndërsa mund të jetë edhe e njëjta sipas asaj që e kemi vlerësuar ne. Si dihet, mund të jetë, ndoshta. Spremtoj asgjë. Nëse sidoqoftë i lëm shakat në një anë, do të filloj inshallah prej te i fundit, pasi që nëse e përmendit parin pastaj s'kan shijeve në ditë të fundit. Do ta përmeni garusin e fundit edhe pastaj do t'i lexoj pikët që i kemi vlerësuar grupi i komisionit edhe sa pikë ka gjësej. Vendin e tretë e ka njëri me mbiemrin Abazi, edhe ki du tjetë Anidi. Anit, profesor Mustafa të ka vlerësu gjithsej me 16 pikë. Anit, a e këtu? Ashtu, profesor Mustafa të ka vlerësu gjithsej me 16 pikë, unë të kam vlerësu me 17 pikë, një ma shumë. Vlla Zymeri të ka vlerësu me 19 pikë, profesor Sejfullahu me 16 pikë, këtu ke të leximi i Kuranit më pak pikë, duhesh të jesh pak më i zgjuar, të ka vlerësuar Hafizi me 2 pikë dhe gjithsej ke 70 pikë. Do thotë e ke marrë vendin e tretë. Vendin e dytë e ka tash piktin e ose Voglushi ose ai tjetri. Njëri sigurt. Megjithatë prapë do ta zgjedhë këtë voglin unë pasi që pa të flet me veti. Po të mos kishe pasur flet, po Hamza, po të mos Hamza, e din sa është dallimi ndërmjet teje edhe Aganit me pikë? Është vetëm 2 pikë. Po të mos kishe pasur flet, do t'i kishe ti plus 4 pikë prej të gjithëve, edhe do t'ishen vendin e parë. Sa është dallimi i moshës mes Hamzës edhe Aganit? Mes Hamzës dhe Aganit, me sa duket 4 vjet, ha? Ka. Më shumë se sa numri pikëve për dallim. Ashtu. Shumë mirë. Hamza, unë të uroj ti për vendin e dytë, ishe i shkëlqyshëm Hamza, shpresoj që në të ardhmen do na bësh dikush që do na shërbesh neve. Do thot profesor Mustafa të ka vlerësuar me 18 pikë, unë me 17, Zumeri 19, profesor Sejfullahu 18 pikë dhe Hafizi 4, gjithsej 76, ndërsa Agani ka 78 pikë. Ju uroj gjithëve, megjithatë ka ngelur ta thrasim hoxhin e nderuar hatibin e kësaj xhamie, do thot xhamis Abdulkader Arnauti, hoxh Dhulkarnain Ramadanin, që të vi diçka tjetër me rëndësi, me që garuesit ishin shumë zgjuar dhe na kanë befasu me diturinë e tyre, e kemi ndru vendimin për shpërblimet. Mirë po jo më pak ti shpërblim, po më shumë.
Vendi i parë ngel ashtu siç ishte. Do thotë Agani e cili e mori vendin e parë i merr 50 euro, ashtu siç premtuam, ndërsa të gjithë të tjerë garusit tjerë do t'i kenë shpërblim nga 20 euro, mirë po të tjerët do të presin pak. Deri një kindi, do thot, deri sa t'i vojmë gati shpërblimet, një kindi, do thot, u ashpërndajmë të gjithë garusve, do thot, ishin gjithsej 9-8 prej tyre do shpërblime ka 20 euro, mirë po, garusit parë numër 1, edhe Hamzës i cili na ka befasu këto ditë, do t'u japim ta shpërblimin, por këtë elus hoxhën e nderuar vjen ta merr fjalën njëkohësisht t'ju thot diçka edhe t'u jap shpërblimin. Vëllezër të ndershëm, falenderojmë Allahun subhanahu wa taala, i cili na ka lënë gjallë të rinë këto momente, që të shfrytëzojmë frymëriet tona, aftësitë tona, gjymtyrët tona në adhurim të Allahut subhanahu wa taala. Unë jam i gëzuar shumë për vëllezërit, për luanat e ummetit në të ardhmen, të cilët do të jenë shërbëtor të dinit të Allahut subhanahu wa taala. E para, vëllezër të ndershëm, du që të thamë se këtë vlerësim që e ka bo Allah i nderoft, mendoj që kanë gjykuar ashtu siç duhet, kanë vlerësuar, mendoj ashtu siç duhet, për shkak se kam një bindje se Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an: "Wa idha qultum fa'dilu", kur të flitni drejt. "Wa idha hakamtum bayna an-nasi", nëse gjykoni mes njerëzve, të gjykoni drejt. Mendoj se kjo i shtit çdo njeri që i di këto dy ajete dhe ajete të tjera, që mos të tenton me bë diçka lëshim këto çështje, për shkak se nesër ke përgjegjësi para Allahut subhanahu wa taala. 2. Mendoj që kjo është një ngarë, një këfiz zokon, dhe edhe unë kam pas qef gjali jem të fitom, s'ka fitu. Ha? A më shtoj do të thotë të xhelezoj për atë cili ka ecë para? Jo, rujna zot vëllezër. Nuk është në rregull. Arabët e thënë një fjalë men jadda wajad, kush mundohet e gjan. Kush mundohet e gjan, zguxojmë ne me xhelozu. Zguxojmë ne me nahi nati njëri tjetrit, rujna zot për shkak se ka ra. Do të thotë mundu vëllezërit që të gjykojnë drejt, t'i vlerësojnë si pas mundësive dhe aftësive, është të teja ka, na keshen, asë në teja këtë e puna jote është anejna. Ne kina pas një profesora që në Sham, vitet 90-ta, e njoni i patmare mba me 99.9. Shumë pak për 100. Edhe shkoj, a i ishte atë shpresit si që diqëm a i profesori. Allah i, se dhja ka vdek a gjallë është, Allah i më shiroft, sa që i ka vdek, Allah i më shiroft, sa që i gjallë, Allah i më shiroft për zgjalli. Edhe po ja bon njonin ideali, ishte i Kosovës Prizreni, thot aman be një pik veç me vulap si 100. Thot a peshe ç'ket vjen e kuqe ku këta kam qit po, e ç'kjo s'po t'le me ta qit çat pikën. A kupton ç'kjo vije kuqe, këta kishe shkruajt tek ç'ket, mos ta kishe pas kuq 100% e kishe marrë 100. E do thot vëllezër të ndershëm kjo. E treta pika e tretë, do thot ashtu alhamdulillah Allahu subhanahu wa taala, prej se kemi hapur xhamin, prej 2012 alhamdulillah hile s'ka pas. Alhamdulillah. Kjo është një begati prej begative të Allahut subhanahu wa taala. Ndoshta disa çështje s'kemi shlupej, ndoshta diçka kemi shlupej, po me ijtihadin ton duke menduar cila është më hajër. Amën me bo hile, Allah i na rujt. Allah i na rujt. Thot edhe do thot nuk ka mundësi të ketë rujna zot hile të dikush. Pastaj vëllezër të ndershëm, vëllezërit apo gjelmueshat të cilët s'kan kam brim finale, duhet ta kuptojnë një send. A e dini Imam Malikun? Imam Malikun. E di këtë dunjoja Imam Malikun. Imam Maliku kur o konë o vëllezër të ndershëm i vogël, vllai i tij është kon më i zgjut. Këti kanë thonë vllai filonit. S'kan thoni Malikut. Pastaj Malikun kur e kanë vet, se ne ka çulluar një çështje, pastaj ka fillu ka shtrëngu karrikën, tona kanë thonë, këtë s'kan thonë, po s'kan thonë filoni, vllai filonit, po kanë thonë vllai Malikut. Do thotë pastaj heci për para. Kjo do të thotë vëllezër të ndershëm që këto të cilët nuk do të thotë se këto se kanë rrohë kanë dështuar. Allah i na rujt. Ja, përkundrazi. Këto është tani shtrëngohen shumë. Pse vëllezër të ndershëm se ka pasur shkon një miliarder në Saudi, ka bankat e veta. Ai çfarë me njësh ka kaluar në shkollë. S'ket njëshat e mëdhoj trashë kanë vizatuar. Smuz, s'shkon.
Derisa një ditë vendosin ta përzon pi shkolle. Një mësues o kon ati I mençet, thot çka keni vendosur? Po ky gënjisha, një dish bere se ka. Një dish, thot hes tek nena. E fkata të zire se këtë të gjish, ec. Thot a di beti me çit çaj? Thot mësues çaj ta mbushim xhigimin me çaj. Thot ti kur të vi unë këtu të çaj ke me çit. Edhe e ka marrë punën këy, vetë çaj ka çit mësuesit, çaj, ka dal, është miliarder me miliona e bzeqat. Shikoni vëllai të ndershëm, do thotë që Allah subhanahu wa taala sicilin e ka kriju për diçka. Elhamdulillah që Allah subhanahu wa taala më këtë na ka kallëzuar se fëmijët tonë kanë aftësi të mëdha. Dhe përgjithësi kena para Allahut subhanahu wa taala. Për këtë vëllai të ndershëm, besimtari duhet të nështrohet Allahut subhanahu wa taala. Pas kësaj vëllai të ndershëm, që Shekhi Islam Ibn Taymi I ka shkruajt në herë letër nënës së vet për shkak se ka pas afër, e kanë larg. Nona e tij, dëgjoni vëllezër. Nona e tij ja kthen letrën djalit të vet Shekhi Islam Ibn Taymijes dhe I thot: "Biri im, nuk e kam dert pse je larg meje, por biri im kam të marrë llogari para Allahut në dytën e kiametit nëse ti bosh përtac ndaj dinit Allah subhanahu wa taala. Ki aftësi me ndihmu fejen e Allahut dhe ti priton, thot kur kam të marrë llogari para Allahut subhanahu wa taala." Thot vëllezër, gjelmosha, të ri, ju talebe, të vegjël, sidomos të fiz, dinja se ju keni aftësi të mëdha. Mos pritoni me mësu fejen e Allahut subhanahu wa taala. Kështu vëllezër të ndershëm, në fund Allah ju shpërbleft, mua të ma bëjni halal, për shkak se nëse kam fol diçka, kam fol që vetëm për mesim dhe me këshillu njëri tjetrin, jo për me fëndu Allah I na rujt dhe me e nënvlerësu në I kant. Lusë Allah subhanahu wa taala që Allah inshallah na ka pranu ibadetet tona dhe lusë Allah subhanahu wa taala që Allahu të na bashkon gjithë në Jannatul Firdaus. Allah ju shpërbleft. Thrasim agonin fillimisht. Agonin? Agonin, ashtu. Kjo është apo? Allah I shpërbleft. Edhe Hamza do ta kishim thirrur. Hamza, dytje po. Hamza. Ndërsa gjithë garusit tjerë, Hamza, s'ta po të vallë pak. si duket pas ka shpejt dushim me thonë diçka, pas ka shumë në njëse në gjerat, me siguri. Ndershëm, të pare që I ku fitu, ja fali atë në shacirit. Allah shpërbleft. Mashallah, një dhurat shumë e mirë, për hasi, faleminderit, edhe diçka. Nëse edhe këtë dhuratja fali, dim se tem flaminat. Veç mikrofonin ma. Falenderojmë Hamzën, flamur e pas ke pas nxënësin e mirë, mashallah. Vëllezër nderuar, do thotë të sqarojmë edhe një herë, vend të gjithë garosit tjerë do thotë prej te I tretit deri te I nënti, ne I kindi do t'i marrin shpërblime, por që mos presin deri atëherë dikush prej vëllezërve, prej xhamatit, do thotë ka pru disa dhurata të vogla për të gjithë garosit. Dhe I lusim gjithë të vinë këtu dhe t'u ashpëndajmë këto. Kurse nga unë dhe nga grupi stafi I komisionit të juris, ju kërkojmë ndjesë në qoftë se kemi gabuar të jush, jemi mundu të jemi sa më korekt, sa më fert, dhe e lusim Allahun që të shpërblej për vëmendjen edhe që prezentuar. Allah shpërblej, Allah nderoj, Assalamu alaikum, wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hamza?